Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, hani një grusht arra çdo mëngjes dhe shikoni mrekullit në shëndet. Për të parë të mirat e arrave në organizëm duhet të bëni pikërisht kështu. Në mëngjes pastroni 4 ose 5 kokra arra dhe konsumojeni pa shtuar gjë tjetër. Natyrisht që do t'ju duhet ta praktikoni disa ditë me radhë për të parë rezultatet. Ky frut i thatë ashtu si edhe të tjerët përmban yndyra të mira dhe nëse konsumohet në sasi të moderuar, është në gjendje të normalizojë yndyrat e këqija të cilat janë akumuluar në trup. Pastrimi nga këto yndyra jo të mira mbron nga sëmundjet kardiovaskulare dhe ndihmon edhe në përmirësimin e qarkullimit të gjakut si edhe nivelit të kolesterolit. Arrat njëkohësisht përmbajnë shumë lëndë ushqyese tepër të rëndësishme, veçanërisht acide yndyrore omega 3, të cilat janë thelbësore për shëndetin optimal. Megjithatë, përveç shëndetit, është shumë i mirë edhe për lëkurën tonë. Konkretisht, mundet që të parandalojë plagjen e parakohshme. Ngrënia e disa arrave në ditë mundet gjithashtu që të ndihmojë edhe në mbrojtjen e lëkurës tonë nga fotoplagja dhe ta ndihmojë atë që të duket më e re për një kohë më të gjatë. Arrat janë gjithashtu të pasura edhe me vitaminën B, e cila mund të zvogëlojë pigmentin e lëkurës dhe gjithashtu të ndihmojë trupin tonë që të prodhojë qeliza të reja dhe të shëndetshme të lëkurës. Mban lëkurën tonë të hidratuar. Marrja e mjaftueshme e omega 3 është jetike për shëndetin e lëkurës sonë, pasi ndihmon gjithashtu edhe në balancimin e prodhimit të vajit, eliminimin e toksinave dhe mbrojtjen e lagështisë që i nevojitet lëkurës sonë për të qëndruar e lëmuar dhe njëkohësisht pa rrudha. Shtimi i arrave në dietën tonë është një mënyrë e lehtë dhe e shijshme për të ndihmuar lëkurën tonë që të ndihet më e butë dhe më plotësisht e hidratuar. Mund të parandalojë irritimet. Yndyrnat e shëndetshme në arra qetësojnë irritimet dhe madje mund të kurojnë disa sëmundje të lëkurës si dermatiti, disa elementë gjurmë që ato përmbajnë dhe ndihmojnë në luftimin e inflamacionit nga brenda jashtë. Gjithashtu, duke ndihmuar në lëkurën tonë që të qëndrojë me shkëlqim dhe pa puçra, mund të reduktojë rradhët e zinj dhe qeskat nën sy. Kur zgjohemi me rradhë të zinj apo me sy të fryrë, sigurisht që është diçka e pakëndshme dhe ne kërkojmë një zgjidhje të menjëhershme, si kuba akulli për të mos u dukur të lodhur. Por siç rezulton, ngrënia e një grushti me arra mundet që të ketë një efekt të ngjashëm me akullin. Në veçanti, arrat përmbajnë vitaminë E, e cila është treguar se redukton ndjeshëm rradhët e zinj. Ato ndriçojnë lëkurën tonë dhe asnjë pudër ose bazë për fytyrën nuk do ta bëjë atë që të duket bukur, nëse zorra jonë nuk është e shëndetshme. Dhe nga ana tjetër, kjo gjë do ta përmirësojë lëkurën tonë nga brenda jashtë, duke e bërë atë që të shkëlqejë natyrshëm. Çfarë ndodh me lëkurën tuaj nëse ju hani arra çdo ditë? Konsumimi vetëm i gjysmë filxhani arra në ditë mundet që të ulë nivelet e kolesterolit dhe njëkohësisht mundet që të përmirësojë shëndetin tuaj të përgjithshëm. Por përveç se e mban në zemrën tuaj të lumtur, arrat janë edhe një super ushqim i vërtet kur bëhet fjalë për bukurinë e lëkurës tuaj, dhe arrat gjithashtu janë të mbushura edhe me vitamina dhe me lëndë tepër ushqyese, gjë e cila është thelbësore për një shkëlqim natyror dhe rini të përjetshme. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se arrat mund të parandalojnë plagjen e parakohshme. Arrat kanë shumë antioksidant, ato e mbrojnë lëkurën tuaj nga dëmtimet mjedisore siç është ekspozimi në diell. Konsumimi i disa arrave në ditë gjithashtu
Mundet të ndihmoj edhe në mbrojtjen e lëkurës tuaj nga plakja dhe ta bëj atë që të duket më e re për një kohë më të gjatë. Arrat janë gjithashtu të pasura me vitaminën B, e cila mundet që të zvogëlojë edhe pigmentin e lëkurës dhe të ndihmojë trupin tuaj që të prodhojë qeliza të reja të shëndetshme të lëkurës. Mban lëkurën tuaj të hidratuar. Arrat ofrojnë më shumë yndyrra të shëndetshme, më shumë se omega 3 nga çdo arror tjetër. Marrja e mjaftueshme e omega 3 është thelbësore për shëndetin e lëkurës sepse ndihmon në balancimin e prodhimit të vajit, largimin e toksinave dhe gjithashtu bllokimin e lagështisë që i duhet lëkurës tuaj për të qëndruar më e lëmuar dhe të duket më e butë dhe njëkohësisht më e re dhe më e lehtë. Mundet që të parandaloj edhe plasarritjet. Shtimi disa arrave në bollgurin tuaj të mëngjesit do ta bëjë atë që të jetë më shumë ushqyes dhe do t'ju ndihmojë të shëroni lëkurën tuaj nga brenda. Nga ana tjetër, yndyrrat e shëndetshme në arra ndihmojnë në zbutjen e acarimit dhe madje munden që të trajtojnë edhe sëmundje të caktuara të lëkurës të tilla si dermatiti. Disa elemente gjurmë në arra ndihmojnë edhe në luftimin e inflamacionit nga brenda jashtë, duke ndihmuar lëkurën tuaj që ajo të qëndrojë gjithmonë më e re, me shkëlqim dhe njëkohësisht pa akne. Mundet që të zvogëlojë rrathët dhe qeskat e errta nën sy. Kur zgjohemi me rrath të errët ose me sy të fryrë, me siguri se vendosni hidratues sysh, por duhet të keni parasysh se ngrënia e një grushti me arra në ditë gjithashtu rezulton tërësisht efikase për të parandaluar këto probleme. Ndriçon lëkurën tuaj. Ajo që ju hani ndikon jashtëzakonisht në lëkurën tuaj dhe asnjë pluhur fytyre ose fondatin nuk do ta bëjë atë që të duket më e bukur se sa konsumimi i arrave. Arrat e ushqejnë zorrën dhe promovojnë gjithashtu bakteret e shëndetshme të cilat janë tepër të rëndësishme për tretjen dhe shëndetin e përgjithshëm. Kjo nga ana tjetër do të përmirësojë lëkurën tuaj nga brenda jashtë duke e bërë atë natyrshëm, të shkëlqyeshme dhe njëkohësisht me shkëlqim. I bëjnë mirë skalpit të kokës. Shtimi i arrave në vaktet tuaja ushqimore ju ndihmon edhe për lëkurën e kokës. Antioksidantë dhe acidet yndyrore të shëndetshme në arra mund të ndihmojnë në stimulimin e folikulave të flokëve, duke i bërë flokët më të shkëlqyeshëm dhe më voluminoz, të cilët do të ndihmojnë edhe në parandalimin e zbokthit dhe të kruajtjes së kokës. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se arrat janë aleate ideale për një shëndet sa më të mirë, për zorë të shëndetshme dhe duke qenë se ato e mbrojnë organizmin tuaj nga shumë probleme. Arrat janë vërtet fantastike edhe për shëndetin e sistemit tretës dhe shumë më tepër se sa një jashtëqitje e rregullt, nivelin e energjisë dhe njëkohësisht madje edhe për gjendjen tuaj shpirtërore. Sipas ekspertëve, duhet të dini se në qendër të gjithçkaje ndodhen zorrët dhe miliarda organizma të gjendur aty. Nëse dëshirojmë që të ruajmë mikroflorën e zorrëve, ushqimi luan një rol kyç. Dhe ndër ushqimet që ndihmojnë zorrët, një frut i thatë veçohet në mënyrë të veçantë. Sipas gastroenterologut Dr. Will, zgjidhja më e mirë për shëndetin e zorrëve janë arrat, jap se pikërisht ato e meritojnë titullin frutin më të dobishëm për tretjen. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë,
kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.